18 vjetori i pavarësisë Kosovës u festua edhe në Boston, 4 flamuj dhe një fest. Në çastin që Faton Limani hapi takimin festiv për ngritjen e flamurit të Kosovës, syt më rëshqiten pas asaj banke të folësit dhe qënduar në një moment provizor të ngritur në 4 flamuj. Pas pak ai nëftoi në këmbë për të dëgjuar himnat e Kosovës Shqipërisë. Ndërsa flamuri 4 është ai i shekullit në atë fushën e bardhë të paqes. Pastaj foli Shirley Clovis Dioguardi, më pëlqet të shkruaj emrin e saj Shirley, një bukuri arbreshe në diasporë, shkruan autori së bashku me bashkëshortin Joseph Dioguardi. Dëgjoja Shirley me simpati dhe veçova pamjen e saj ku shqiptoi fjalët Kosovë dhe Serbi. Shirley nuk është vetëm një grua, por edhe një shqiptare e madhe. Ajo njihet si figurë e rëndësishme në diasporën shqiptare të bashkuara, me rol në ndërtimin e lidhjeve politike mes komunitetit shqiptaro-amerikan dhe institucioneve amerikane. Ndaj buzëqeshja e saj është me rëndësi. Pastaj foli Joseph Dioguardi, ish kongresmeni shqiptaro-amerikan, e gjoh thash me vete në një çast kur nuk u ka përceva dot. Ishte hera e tretë në fjalim që ai përlote dhe vendosi në një pozicion të vështirë emocionale dhe mua, unë nuk rezistova dot. Në përlotje pa lot, unë ngrita në këmbë bashkë me Sallën dhe Dortokita Joe Dioguardi. Dhe të gjithë ne bashkë me Join shikonin flamurin dhe gjithë çfarë gëzohej në auditor të Avardit ishin njerëz flamurtar real që bën të mundur që vatra e Bostonit përmes një flamurit të gjallë të saj kryetarit Metor Maksutaj të ishte e pranishme. Sa të pasur jemi që kemi një flamur dhe një ate.